Ecini shpejt se do të xhirojmë. Mbërthej gjitha kohën që shpërngoni dhe rrëma. Ti i lirë pra do t'jam thënë. Ti si dhe sa unë i pari Në rregull, do t'i marrësh të gjithë. Hajdeni me Xhaxhi Ilirin të vishemi në rimorke. Shpejt. Atje do të vendosim një grup tjetër Morjani. Gati e ke këta gjermane. Gati janë këta. Hajde, zbrisni poshtë. Shijo. Do të zini vend mbrapa karrocave. Edhe ti më shpejt, lutem. Ha, vjen aty, vjen. I xhikmani. Kujdes, Aty vaj. Aty, ha. Haj. Mire ke. Shpejt, çopa, hajde nga lart. Ato pjesën e Kimi! Grupin e fshatarëve vendosën në Martas. Kemi ja u them unë atje, nga dal. Hopa. Kimi! Janë shikoj, ai ken kohë. Hajde. Kimi! Në Martas. Do të shikosh me vëmendje. Kur të vi karroca, do të lajmërosh shokët më një herë. Kujdes, Genci. Gati Çaku? Motor? Ka motor. 18-1. Me të një dashuri Gëzimin të përcjelli Në rrugë me mirasi Fidojnë me ti të rima Lodrojnë voglushet në shtëpi Një dritare sape Një djel, një jet, një karaktersi Me dashurin e madhe si vet Që rritet në qiellin pare Me ëndra me jet ngarkuar të dit Një dallë plotrit jemi ne Me dashurin e madhe si vet Që rritet në qiellin pare Me ëndra me jet ngarkuar të dit Një dallë plotrit jemi ne Tek pun bështetu ti Dhe dora mbi fëmijë Si mbi të ardhmen topu në vi Fidojnë me ti të rima Lodrojnë voglushet në shtëpi Një dritare sape Një djel, një jet, një karaktersi Me dashurin e madhe si vet Që rritet në qiellin pare Me ëndra me jet ngarkuar të dit Një dallë plotrit jemi ne Me dashurin e madhe si vet Që rritet në qiellin pare Me ëndra me jet ngarkuar të dit Një dallë plotrit jemi ne Hajde shpejt në tizëni. Më ndishtë. Ma, muzikë, ma. Kur, tek tjetra. E peshë, gjitha i me qëlloj e para. Edhe i mja unë shënë qëlloj. Shumë mire vët këtë radhë. Vetëm sa të shikoni flakën atje poshtë, ju do përqafojni të gëzuar me njëri tjetrin. Do të përqafoj me ty, he? Pastaj do t'ikni me vrap të gjitha ndej. Mirë. Ti Genci, di fjalët? Po. Gati atër. Motor? 1 minutë. Diku djatë nuk punon. Po ku e gjeti tani dhe? Ha, Çpet. do na dalin nga gjendja dhe fëmijët. Kur sa ty, he? Nga e di ti? Pse gjenjen? Ama pse gjenjen? Motor! Ura! Ç'bëhet kështu drita? Stop! Fëmijët nuk janë në rregull. S'punohet kështu ja. Genci, çfarë ke më xhan? Atë them gjë, tregoj te ta dritës, çfarë të them? Çfarë ke pra? Altin, çfarë ka Genci? Pse qanë? Pse qanë Genci? Genci, pse qanë ti më pse të ktheu Xhaxhi regjizori? Mua ti më ktheu pesër më nuk u mërzita. Më shikon si qanë Genci tani? Ti e ke fajnë se ti e shave. Jo nuk e shave unë. E shave. Jo më, po të gjova vetë që
thash tuti? Jo, më nuk e thash gjë. Dine që s'ka babjur. Pa të më tiku, kur me ka blerë mua? Më mërë, kur me ka blerë? Po ka përë me qema, kur me ka blerë mua? Më mërë. Pa të më të kravine që ka ndalur me mamine, me papin time. Me komodinë me ma ke parë. Tomi, pse e ke zemërua shokun? Kështu bëjnë djemë të mirë? Po në shtu e dhja. Genci, kjo nuk është e vërtet. Ti mos më mërzit fare. Tomi kote ka thënë atë fjalë. Mos qaj, Genci. E lëmë më mirë për nesër Gjerimi Ndrita. Mirë, fëmi, shkoni hiqni robat e filmit. Hajde me Gjergje Liri. Kati 4,408. Tita, të lutem marrë Chelsea. Jo, mua. Mirdita. Mirdita. Të gjeri në më Erdi Gjalloni dhe tha se 15 figurantët për nesër i keni gati. Faleminderit shumë. E ka merak këtë puna i. Mere Genci ta kam falur. Qiko Genci, në majnë qik ma. Si dhe tani, më si dhe pra. Në Genci, bukur duket. I Niku se i shëndosh, i Altini, i Tomi. Uela! Po mua, më pe Genci? Po mua. Hajni gjitha, asgjë mos linin pjatë. Ela, të gjitha. Genci, do pjatën time, se është rosto që të pëlqen shumë ty. Genci, po deshe mere timen, se është më e madhe. Edhe imi është e mi. Lëgjiliri, Urdhro. po në kutulem. Pa darit të shikoj njërë duart. Ikle, shpejt, shpejt. Ela, mbaro gjellën njërë, pas të mbëlsirë. Hajde ore këtu ti. Përsëri zhurmju? Kush bën? Ja, Altini. Po mirë, drejtori na paralajmëroi dje. Prap kështu do vazhdojmë ne? Hajde, lart edhe gjumë. Ute ta drejtën e nuk na flet që tashi, se do bëjmë koncert. Koncert? Çfarë koncerti? Do luajmë filmash, do vish dhe ti Xhaxhi Liri? Do të vi. Ikim dhe ne të tërta? Thuaj dhe Xhaxhi bashkimi të vi. Ç'ke ti se me mund? Erdi! Përsëri do të gjitesh vetë lart? Apo do të mbetesh brenda si dje? Sofie, gjeta pak djalin lart. Po si? Hajde që. Stop! Shumë keq! Pa ne jam ka ti do, po të se ne ati gjërat. Ja, si do të jetë Niku pas një vite. Shpejt. Po punës që more burra, të më sjellësh në shtëpi profesorin, që të shtipo që ta bësh dhëndë, dhe unë e do jashtë shtëpis në sot i gjë, kjo është tur dhe i kaluar turpit. Po që keme i pullën besha ime, pse e për gjakën, mos fol kështu, fol që goja Nikola që nga gjyut. Këtë lagat të jo nga gjyve, mos nga zë në goj, se edhe unë jam bja e polivaj o pindari, që kështë dy qupa, i martoj si piktesha, të abi tërë korqa, se shivëre që kur martove me voskopejari në Olibin. Unë më marqë që të ligat më marqë, po mos ishin këto fjelljet e mja Vrepjanka, në do të hinte në këtë shtëpi. As konsulli, as prefekti, as kretari bashkit, po është olimpi që qaltis. Je
është aritmetika, olimpik. Po si? Je lumë të kënaqet. Gjaxhi Liri ka bërë nga një vizatim. Merre. Sa të bu mua Gjaxhi Liri. Urdhë, Gjaxhi Liri. Merren. Merre Niku. Natë më mirë. Kjo është Altinit. Po mua. Ti mi është kjo Gjaxhi Liri? Po, e joti është. Sa të gjan kaçimi tamam si ty është vizatim. Natën e mirë. Natën e mirë Gjaxhi Liri. Sa bukur që e bëm të Altin mojtë ta tamam si që është bashkimi në xhirim. Po këto shikoni ju atje, prandaj na lodhni aq shumë. Hajde. Bjerë tani, haxha. Natën e mirë të ta drita. Natën e mirë, Genci. Kush është? Drita, të lutem atë pak. Një minutë. Drita, Genci është shumë i shqetësuar. Nuk e se gjumi, si do t'ja bëjmë? Çudia i sikur u qetësua. Se di. Genci. Mos qaj Gjan. Aq flesh me teta Drita. Natën e mirë, Gjaxhi bashkimit. Ka marrë mami. Mos qaj Gjan. Mos as qoj tela. Flej Gjan që të qlodhësh se nesër kemi xhirim. Jo në shkojnë në xhirim. Pse? Do i kena Tiranën. Po në Tiranë ne do shkojmë bashkë, Genci, kur të mbarojmë xhirimin? Jo në i që tani të marrë babin që ta shikoj tani. Se nuk beson që kam babin. Si nuk beson, Genci? Beson, a i beson. Pastaj çketi, unë do ta lajmëroj babin që të vijë. Jo, do iki. Po si thua ti ta lëm xhirimin për gjysëm? Fliç. Teta, po burit nuk të zëmëroj që vetën ka shumë ditë në shërbim ti? Po më pare edhe mërzitej. Po pse? Po sepse kur ikja unë, ati duhet mere edhe me shtëpinë edhe me fëmijët. Me një fjalë mërzitej. Po tani? Tani u mësua dhe e kuptoj se filmat s'bëhen të gjithë në Tiranë. U morën vesh si shok. Po mami me babën, pse nuk bëhen shok? Do të bëhen, Genci, s'ka se si të ndodhë ndryshe. Po fli tani se vajti bë. Do i tregosh mamin të dhe babit ty që u bë që shok? Unë do t'i takoj vetë dhe do t'u tregoj. Ta e fjallën, Genci. Unë e se nuk dhe iki teta. Gjan e vogël. Kur të kthehemi ta ble babi? Po nga shkon këshune? Që nga kloru babi? Kujdes, po këte e ka punën mami tani. Teta! Ja tani po del dhe mami. Për ku kështu jeta? Në veri. Harrova pakon. Pas ke rrugë sot. Mami!
Po që të bështë kjo punere ti, mami? Tu s'ka as vinqa, as makina. Këtu bën vizatimet e fabrikave dhe të pallateve. E Liliana, si vendosët? Të mërkurën nisemi. E po mirë, do shihemi atje. Miru pafshim. Miru pafshim. Në sektorën e kësaj do të punosh ti? Po. Po që do të mbetesh vazhdimisht me shërbime, di? Të mos do, unë do të ndjek në zbatim projektin. Mos shikoj jetën ti që s'ka asnjë detyrim. Që tani duhet menduar të kalosh në një sektor tjetër. Po pse babi mos punoj këtu ku bëhen fabrikat? Babi, hajde dali me dhe ne në fotografi. Gjaxhi në nxjerrë edhe ne. Ja, këtu të dalim. Ju nxjerr Gjaxhi. Qëndroni aty. Gati? Bashim artiste vegjël. Ti s'më ka përdor, la la la. Jo, ti s'më ka përdor. Kishte në matë ndryshë, po më thanë të bëjnë të tjera në material. Shumë altë, buka. Bashkim, ku të qenë këto kutine? Qojni në makinë. Bashkim. Urdhro. Ju shkoni, unë nuk vi dot në shikimin e materialeve se pres Tiranën në telefon. Po vi më vonë. Atëherë ne po shkojmë. Miru pafshim. Të lutem, kërkoj edhe një herë. Mirë. Drita, Urdhro. e verifikojmë edhe një herë episodin e sotit. Alo, kam haruar skenarin, më fal. Shkoti se të për bashkimin kinema, unë po vi më vonë. Alo. Miru pafshim. Alo, Tirana? Drita? Qimi, shko mere skenarin lartë e dhoma. Po shkoj dhe unë. Folik, falemderit. Alo? Alo, Tirana? Ha, doli? Mila qime se këta për shërë le tani. Pa vore një veshën këtu ti. Pa, u trembe, ha? Ara, Ela, Niko. Qime të vëllë ti. Ara, ata që vëta. U shoni mërësër drejtori këte rotu. Qash kjo shur? Ku jemi këtu? Hajde, zbëj se poshtë. Po. Mirë, falemderit. Urdhrojnë 102. Faleminderit. Po, mbaruam, falemderit shumë. Hec. S'është punë me këta fëmi. Po në lozën dhe këtu si në film. O atë e provon tani. Të gjogoni, që sot mos pranosh asnjë pagesë. Hoteli ka plot. Nuk e bëjmë kinema ne këtu. Edhe këta sri rahat. E po të vegjël janë. Përse i dërgoj unë e qarë më sjellin. Hajt tani, merrni valixhe dhe do ikim. S'kam ashensor. Po përta. Pse? Vete keni fajin. Na ka paralajmëruar drejtori sa herë, po ju përdit nga një numër të ri. Hajt. Dëgjoni, tetën. Shkoni lutju në njërë drejtorit. Se ashtu duket ai po s'është i keq. Hyr. Ha? Hiç. Si hiç? Po këto që bëni, hiç janë? Gjaxhi, o Gjaxhi drejtori, ne e falë kësa radhe. Ne e falë Gjaxhi drejtori, se nuk të bëjmë. O të keshin Gjaxhi drejtori, ne e falë kësa radhe. O të lutem Gjaxhi drejtori, për kokën tënde nuk bëjmë. Të kemi gjamë, për ne e falë këtë radhe. Mos na isë na hoteli, se na pëlqen shumë këtë. O të keshin Gjaxhi drejtori, o të keshin Gjaxhi drejtori. Dëgjoni këtu. Kjo t'i jetë era fundit, ha? Mirë. Unë mendoj të bëjmë plan të përgjithshëm për qoftë të sallë. Sidomos atë pjesën aty, del bukur. Pastaj kalojmë në planet e afërt. Po, bashkim. Po vjen mama e Gencit. Po mirë, le të vi. Po kam lajmëruar t'jatin të vi sot. Gencit e mami, Gami! Shpirti, mami. Aman më birë sa jetë pas kanë këto roba.
Se që ka sjellë më maja Genci. Genci që sonë? Vini si të hapë një gojen. Nuk vini mua, Genci, që s'ma me mua. Dale me radhë, nuk vini mua. Mua madha Genci më të madhe, la la la. Ju sa e mirë, la la la. Mua madha Genci më të madhe. Mirë, po ju si jeni. Mami! Që bërë këtë që marroku im? Mirë. Genci, më kanë pytur gjithë shokët për ty. Më thanë të bëjt fala. Më ka pytur edhe mësusja. Më dha librin e këndimit. Tek cila shkron jeni? Mos i prisha punë. Jo. Desha të pres në hotel, po kishte marrë malli shumë. Mirë që jemi nga fundi, se Genci s'bëhet më për punë. Mami, ne sot gjirojmë 62 metra. Qërë thua ti ma që regjizori tha që 65 metra. Ja mera ku i planit edhe këta. Bashdo kuadri pyesin gjithmonë, sa metra u bën, sa metra u bën. Ale gjeni, tash kush është në këtë portret? Tu? A, kush është? Bufi. Mirë. Po është Bufi, po kush është personazhi? Mirë i ke bërë, Genci. Niku, Shkoni çdo ditë në shkollë? Shkon, në njëmë në mëngjes, në njëmë mbas dite. So vetëm 2 orë të para bë mami. Genci, po që pse si the mami që ta ka dërguar babi librin e këndimit. Edhe Altinin i kam bërë, edhe luvet të Elen e kam bërë, s'ki dhe ju bërë nga një portret. Po Genci. Edhe Genci. I sa bukure Si ka një. Bufi, bukura i ka një ka bërë më? Po ti si e? Mirë që. Edhe Elen e ka bërë. Elen ja dhash atje, po isha xhirim e dhash. Genci s'gjogjë. Ku e kanë qenë në mëngjes? Shpejt. Papi tari? Brenda ke. Po jemi me shkryte? Po poshta shkryta. Edhe lulet i kam bërë gati. E pas ke gdhirë kështu. Po që të bëj, duha të olje gati. Do me thëmë po nisesh, ha? Ti e din që po. Mos bëra gabime dhe qpyta? Po kemi një javë që po bisedojmë. Sikur po ikin fund botës. Genci. Kujtim, pje kafe sa mos të orë. Të bëjmë mëngjes? Jo. Nuk më haret. Mami, ti të më përqesh në shkollë mua? Po, gjani mamit. Do të vi edhe gjyshja. Po më pret dalim bashkë ti? Prit këtim. Përsa të ndami të zemruar? O babi, po ti arove të më urosh një shtatori mua. Mami, të të drite ka telefonuar babi që të vi. O majtë shpejt, mere çantën. Mirë, mirë. Beri edhe ato aty. Ka gjëra që ndodhen dhe do të kalojnë, nuk është të Liliana, pim nga i limonat, pastaj pushojmë pak lart. Cifi! Urdhëro. Di limonada. Si urdhëron, qast. Liliana, pse nuk qëndron sonte? Më do të më rejtiki pa tjetër sot. Mirë, si ta kesh punën. Mami, ndër këtë liqeni me shokët, të shikoj për bardhat. Sa shpejt harojnë fëmija. Genci harron? Mos të tremi! Ju shumë ngritër! Qiko sa lartë që janë? Sa lartë! Ta dëgjoja si fliste gjykonte tamam si ti ishte i rritur. Shqetësimet e kanë bërë tillë. Rritën fëmijët drita, rritën. Hallin e njërit prindën mbar tjetri. Po pse të na ndodhte kështu?
sikur të mund të arrisnin brenda ditës se ta bëjnë atë më kupton të drejtë. Që të mban të anën tënde. Anën time? Genci ju nuk është mësuar me këtë ndarje. Ana ime, ana ati. Megjithëse çdo ditë që kalon po bën më të pranishëm këtë ndarje. Liliana, unë nuk i di ollësirët. Por, me sa kuptoj nga këto që kam marrë vesh, nuk më duket diçka e pandrejshme. As unë nuk e di, Drita. 100 herë pyes veten se pse arritem ne deri këtu. Unë nuk isha vënë re asgjë të veçantë si edhe në kujtimit. Përderisa ai nuk më kishte prekur në diçka të rëndësishme. Po ndoshta nga që unë bëja ato lëshimet e vogla të përditshme. Nuk është e lehtë, Liliana. Burrat janë mësuar gjithë jetën me privilegje në familje. S'bëhet një ndryshim i menjëhershëm. Njerëzit janë të ndryshëm. Po nuk e kisha menduar se ishim kaq të ndryshëm me kujtimin. Mami, a se porositëm ne? Po shpejt të ftojnë gjellët pastaj. Mirë, Gjan, ja erdhe. Sa bukur që ja bëri, tamam Genci ti një. Merë, Genci. A të pëlqen? Sa e bukur. Pritela. Mami, gjithmonë që gjilirin a këto na bën. Gjatë gjilirin me bëtë mua. Kleti. I lirë të doli punë me këta ty. Për kundrës, më japin kënaqësi. Genci të rdi babi! Genci! Babi! Si e më shpirt? Mirë. Mirë se erdhët kujtim. Mirë se ju gjeta. Sa shpejt më rritë? Po u shqetësova. Nuk ishe telefonuar? Po, ju do të Genci. Mbaroni ju. Po ule me Genci. Mirë, do të bisedojmë. Si e më shpirt? Mirë. Me çfarë erdhe ti babi? Me tren. Kjo është Ela? Sa e mirë. Po ti si ke emri? Tom. E shikon Tomi, të ndërashkat e babit time. Niku më qik. Jep jo shokve, jep jo. Jo, Drita, kjo është të mërshme, unë nuk e di. Inë që s'te kam i fjallë. Rine ju se për ngjitem lartë marë plaçkat. Itë. Mami, u lënë qik në tavullin me babin. Se që u shikon shokët? Ja, ja. Po vetëm këtu mami jesë një qik. Po nuk mundem, Genci. Po pse? Po ti e i vogël gjani mamit. Nuk i kupton dot këta. Genci, më nga dalë të lutem. Genci, në erdi mami. Mirë se erdhe. Mami. Liliana, si e kalove andi? Je lodhë? Ja. Po që ke atërë? Po ti pse kishe thënë drejtorit tim që të ndroj sektor? Çfarë jam unë vajzë shkolle? Nuk dija se çfarë ti thoja. Mos u bëj kryen e që si fëmijë. Çdo grua, sa do e mençur tjetë, ka nevojë për mbështetjen e burrit.
Por jo për tutela, ma. Mami, çfarë është ajo tutela që nuk e do ti? Tutela? Është si e karroca me rrota që nuk e doje ti kur mësove të ecësh. Kur kujdesesh për familje nuk është hotel. S'ka nevojë të thumbosh. Ti kujdesesh për rehatin tënd. Nëse po na erdhi mami në shërbimit, ti e zëmëron. Genzi, shko bëj detyrën ti. Mbyllë derën. Do me thënë unë të ri këtu. Të kujdesen për të gjitha? Kurse ti të shkosh lart e poshtë me shërbim, maj makinave. Kujtim. E kupton se ç'po thua? Ndën që të flasum kthesh ti? Çfarë do thuash me atë maj makinave? Mua më vjen turp, më duket sikur gjithë njerëzit po dëgjojnë këtë që thua ti. Deri këtu kanë arritur marrëdhëniet tona? Unë nuk e di se çfarë të them. Fol pra fol. Po më përpara vër përparsën se na u qelb shtëpia, atë bëj. Po çfarë s'po nxjerr nga goja vetëm se tu prek interesi yt? Cili interes? Ti të bësh si të duash. Të shkosh nga të duash, këtu. Mos pyesësh fare që ke burr, fëmijë, shtëpi. Kë shkulmi. Të kesh frikë nga burri yt. Të vishësh një me gjak të ngrirë se nga qasni qas mund përças sherri? Kjo është e padërueshme. Tani po t'njoh mirën ty. Sa u gërvishte pak edhe nxorë tjetër fytyrë. Egoist. Shko tani gjanë, se do t'ike dhe mami. Bëhu djali mirë. Drita, më falë që jo vonova po na ka dalë një telash. Jo, çfarë ka ndodhur? Por ndërmimin e disa themeleve të kolonave, toka ka dalë e dobët. Siç duket ka zona të paqëndrueshme. Po si i bëhet tani? Si i bëhet? Llogaritjet duhen filluar nga e para. Po nuk jam as e qetë. Kur po kalonim një ditë këtej me grupin, se kushta që këtë projekt e ka bërë Liliana. Vetëm ta shikoje Gencin si krenoi me ty. Mos ma kujto Gencin. Nuk mi hiqet nga sytë sot. Nuk dinte kujt ja prishte e kujt ja ndreqte. Megjithatë, marrëdhëniet e mia me kujtimin nuk dua t'i përzije me Gencin. Ashtu është. Mos marrëveshjet tuaja duhet t'i zgjidhni vetë ju. Çfarë zgjidh? Nuk e pesë si u sot? Unë e një mirë atë gjithçka ka marrë fund. Mos u nxito Liliana. Unë e shoh me veten time. Nuk këndojmë gjithë ditën në shtëpi. Jemi akoma në gjysmën e xhirimit të filmit. Genci ka rolin kryesor. E ka mjaft vështirë dhe si të thuash në kanë dorë. Ashtu është. Kanë edhe teka. Po, janë dhe fëmijë kanë vështirë. Jo, nuk është ashtu kujtim. Ti e për shembull po thuaj se u pezulluat xhirimi fare. Ishte mjaft i shqetësuar. Prandaj dhe Drita të bëri telefon që të vinje. Ai të kërkonte me insistim. Kurse ardhja e Lilianës ishte fare një rastësi. I vogël është. E merr edhe malli. Jo kujtim. Më shumë se malli, një farë shqetësimi. Dëgjoj këto kujtim. Le të flasim pak më hapur. A e vuri re Gencin që deshte të njihte pak më parë me shokët? Dhe sa u gëzua kur të gjithë të pandet e njohën. Po ti nuk e di që ai donte të merrte sidomos për këtë. Që shokët ta besonin që ka dhe i baba. Dikush dje i foli për të kundërtën. Si? Të mos i ngarkoj me faj fëmijët. Ata nuk mund ta kuptojnë se si prindër të mos jetojnë pranë familje. Në rastin e Gencit, ata ndjejnë që diçka nuk është në rregull. Unë erdha këtu për të parë djalin. Babi, të vi sot e xhirimit më shikosh mua? Ka një skenë shumë të bukur Genci sot. Shumë mirë. 212-3. O babi! O babi!
babi! O babi! İktali! O Johnny babi time! Lëshoni babi! Lëshoni! Babi! Babi! Të lumë do Genci, ke qeni mrekullushëm. Ja, kështu dhe sa mirë ishe. Mirë. Artisti babit. Mirë. Altin! Ec. Mirë, shumë mirë, të gjitha bëtë shumë. Po çka o Genci? Edhe ti të drejtë i këna shërbim o papi. Dhe burë vetë nuk i zëmëroj. Në thithim edhe i zëmëroj, por më vonë u mësua. Po ti pse nuk mësua shë babi? Po çfarë? Të gjithë kalamat, edhe Tomi, edhe Çimi, edhe Ila. Të gjithë e kanë ba, edhe mamin edhe babin në shtëpi. Shpirti babit. Po edhe ti e ke babin o Genci. Pse mërzitesh mo shpirti? Ja ku m'ke mua ti. Pa ata thonë që baba i vërtet është ai që rinë në një shtëpi me mamin. Ti ke ikur o babi. Atë kutit atje. Mere gja. Sa kushton? 40 lek. Faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Çfarë doni? Bëj më mirë ti babi se kam frikë se mos më prishit mua këtu. Kur të kthejmë në xherimi do të bëj një shtëpi të re të bukur. Pse të thirrën? Mos ishte i smur? I smur jo, po ishte shumë i shqetësuar. E ç'ke ndërmend bësh tash? Nuk dim janë ngatruar të gjitha. Merrem me mend të dalin problemet tona në një grup xhirimi. Vete ke ngatruar punë. Është e thjeshtë ja për këshilla. Një shumësuar për 5 edhe 5 parazimësit. Një shumësuar për 7. E që bën ti, mos i bëjmë se të lasëm të ngove. O Genci, kur si shikon notat ke mësuesi aty? Mami. Po babi nuk ti shikon? E babi më shikon notat mua. Pa i vjen në mëngjes kur jam në klasë. Ka shumë janë të mëruar ata. Sa nuk lasin fare. Po si ku mos të flisë të gjithë njerëzit me njëri tjetër. Si na ka thënë mësuesjane që mos të allënohemi kurrë. Po pëse është të mëruar ka shumë kuj babi ytë? Kur lumë? Mami do të bëj fabrika, babi nuk e lë. Po pëse se lë? Po e lë, po to që të bëj vetëm në Tiranë. Po le që bëj në Tiranë. Pse vetëm në Tiranë të ketë? Mami e thuaj një babi që ta lërë. Dhe në thema ti pa e thua që jam e vogël. E ashtu thonë gjithë një ata kur do në tregojnë gjëra. Në kur të rritë e Mila, të talon në sentime që ti ndërtoj fabrikat ku të do e.
doli shumë i foto të më? Nëndë. Dhe neve nëna doli. Por se me 4, sa e doli? 7. 7, ë? Tante e mbaruat Flevja? E mbaruam, po ju i mbaruat dhe Po ja. Ja, shikoj. E shumë mirë. Sonte kemi xhirim natën, prandaj do shkoni në përdhoma të çlodheni mirë. Mos bridhni korridoreve. Ja, çketi. Ela, mbyllë derën nga brenda se do shkoj të përgatiten për xhirim. Mirupafshim. Mirupafshim. Hiku? Hëmaj fol! Hajla, doli ku ta drita, Hiku. Du shkëm t'i blejnë, përsa të visha mund. Pa në mëroj një, Ela. Ti një gosmine lekët. U përnë jo nga lekë të zupët. A më lups, a nuk tham neve që të rojmë lekët? Ska gjë, se kam unë edhe 2 lekë të tjera. Artistë të vegjël, çfarë kërkoni Morxhan? Një buskista! Një livando! Një buskista! Ja, merrni këtë se kjo është e bukur. Sa lekë do t'i? Sa pak. 10 lekë të reja? Jepja lekët e la. Mirë po. Sa lekë mbetën e la? 20. Kemi lekë do blem gjitha të gjera. Mami, sa libri bukur është ky? Aha, me figura, me ngjyra të lexuar. Tita, me ec një libër. Libër? Cilin libër? Ja, atë aty. Të këtu? Ja, atë me të ndyshe. Mirë. Edhe një kartonin, tita. Kartolin, po si më që? Me ta shoh. Tita, sa lekë bën? 1 lekë. Mere këto këtë. Tita, me mbështu pa. Si më që një mbështetë. Sa lekë betën e la? 3. Vërë në pakë. Dhe këzoj të atë pakër të shoh. Gëzuar, O shumë si to të me, shkruaj bukur. Të përmet bërë se shkruaj të mashim në të vogët. Marsin. Shkruaj emrin. Në mua, në ma. Nëse kam radhën une, edhe une. Nëse kam vetë, Mbarova. Pritë që... Jo, more, kam vetë pasta. Jem që ka të drita, jem që. No, shpito. Pritë që ka të drita. Shpito. U shpito. Qa keni furdisur, e? Ginci! Rëdhërë, teta. Meri këto lullet ke qenë teta veri në vazo, se kemi fest sot. Mirë, teta. Shpit papi, si tani të rrë. Shpejt. Pardesi një lutem? Ginci, mamit.
jo. Urdhoni. Aty. Ulu, Genci, shpejt. Sot presim vetëm urdhra. Mirdita. Mirdita, Vir. Leni roba se erdhi djali. Ha më Vir, si a kalave? Mirë, ju si jeni? Mirë. Në kujtim, sa të pastrohesh gati e ke drekën. Gjysëm është për djali. Maj po ke parti, që kur shkoj takoj Gentin si kur nuk është në Terezi djali. Nuk është në Terezi, nuk është. Kush e di që ka thënë ai, apo s'është rëmend? E ngri me raku. Vir, i mbaruat ato detaje që thënë atyre, se mbetën u zinde. E po punat do të koka onën. Këto fund tona si do bëhen, Marvir. Në fillim thashe, po njerës janë, grinden, pajtohen, se dhe zorët e barkut ngatrohen, po kështu si ju. Do më linit habuk? Lojra nuk do bëjon, njerë ik, njerë ktheu. U bëm gazi botës. Ç'ke me botën ti? Ti shiko punën tënde. Shkore pajto me të qoqe. Largimi është si asmi, e shton mrin. Mama, lëre të haj. E po më dhëm këtu, moj. Sigur i hëngre jemi me sy, i pisherri kocë koti, i kishe si liter bota. Djali si Azgan, nuse se Flori, me djali me shpime të tëra të mira. E diti se nga mrit janë dalë njerëzit kocë koti? Mlidh ti mendjen se për të ndarë nda e kollaj pirë. Ajo ta mlidh të mendjen, dhe të mere vesh me të shoqin. Si thua ti? Ta linte punë e shtetit pa bërë? Jetë këj. Nuk tha njeri që të lërë punën e shtetit, po dhe të prish e shtëpina. E po më javë dhe lërën jatë mua bet ashti? E po ne për të mirën tënde kemi mërë birë. Pasaj mendoni që këtë pra djallë. Mamit, papit, mamit, papit. Lejnë që grupat ki vali që e ote se tim janë nuk me mërë. Mamit, papit, mamit, papit, mamit, papit. Ela, e do ti këtë? Jeta, unë ika. Drekën e mirë. Drekën e mirë. Merri dhato. Liliana, ha Jeta, si doli? Në rregull janë. Ju do vënoni? Edhe pak. Drekën e mirë. Drekën e mirë. Drekën e mirë. Drekën e mirë. Ha Liliana, kur do të vi Genci? Nuk e di, po nuk po më dorot sa të kthehet. Që kur ka ikur ai sikur më hanë shtëpia. Ka ndodhur të isha vetëm edhe kur isha me kujtimin. Por kjo është tjetër vetmi. Sikur të mbyt. Mirë që është puna se për ndryshe të mërzitet jeta. Jeta, e din që kime ecur mirë? E mban më në vështirësi zgjidhe me projektin e parë. Merë me mend që atëherë kisha edhe problemin e kujtimit. Ti durove shumë. Ndoshta unë nuk di ta të komunikoj. Jo, mos të vras në gjegja hiq. Këtu ka thjesht egoizëm, mos e diskuto. Ju urej ato gra që gjithë jetën vetëm gëlltisin. Nuk janë kaq të prera gjërat Jeta. Nuk e krijuar akoma familje ti, prandaj flet kështu. Po su binda se do t'jem plotësisht e barabart me burin, smartohen fare. Pse si mendon ti se unë kam bërë martesë nxituar? Më fal, nuk desha të të prekja ty.
Ashtu si e lam, nesër në orën 8. Po, miropafshim. Sa shumë plaçka që ka? Për Nikun dhe Altinin kujdesemon. Mos harroni nesër në orën 8 do takohemi përsëri këtu. Miropafshim, edhe juve. Genci, më prit aty. Haxha. Teta Drita, gjyshi. Ku mo? Gjyshi. E më Tomi, si jeni, si e kaluat? Mirë, miropafshim. Miropafshim. Që natë e vishë? Natën e mirë. Miropafshim. Miropafshim, Tomi, miropafshim. Si kaluat, o knaqët? Vyse, që bëm në gjyshi. Hajde, shkojmë Genci. I mban dot? Aha, i mbaj. Teta Drita, si thuati, ku të shkoj me parun? Te mami apo te babi? Mami po shkoj te mami. Teta Besa? U Genci. Erdhe mo Gjan? Aha, erdha. Po mami nuk e dinte se do të vje sonte. Po ne mbaruam më shpejt dhe unë nisëm. Lena është mbledi dhe më tha se do të vonohet. Genci, sa të vi mami, hajde ri me tani. Jo. Po pse mo Gjan? Jo, do i kite babi unë. E po mirë. Faleminderit, miropafshim. Miropafshim. Hajde Genci. Teta Drita, ri këtu ti sa të shoh. Është babi në shtëpi apo jo? Mirë. Nuk ishte. Na mor djalë, ku vete? Keqe me vajzë, mbusha mendjen ti se po i pin kokative. Shko tek gjyshja Gjan se do të vi babi. Jo, do i kete babi unë. Qo ti Teta Drita? E po Teta Drita është e lodhur. Çketi unë do ta marr në telefon babin të vi që tani. Miropafshim nën. Miropafshim. Genci, miropafshim. Miropafshim. Genci e atë keqe nëna. Le babi. Shpirti i babit. Sa më kish marrë malli. Edhe mua, babi. E mbaruat filmin? Aha, e mbaruam. 2 pjesë kemi këtu dhe pastaj e mbaruam. Artisti babi. U kuptova se do të gjera në shtëpi o babi. Ka çfarë të mas ka bërë mami se ti akoma s'po bërë shoqe? Jo, Morxhan. Mami është e mirë. Edhe mami është thosë për ty që e mirë. Jo, babi, nuk shkojmë në Xhirin pa takuar mamën. Hajde, birë, nuk kemi ku ta gjejmë mamin, tash ti ka vajtur në punë ajo. Hajde, Gjan, mos u mërzit, hec. Po. Ç'ke? Zet më zëmërohet ajo që si ta mbrëm në shtëpi. Ela, hajde. A me ku ishe? Ku ishe? Asnjë të mos largohet. Mirëmëngjesi Drita. Erdhi Genci. Mirëmëngjes. Si e kaluat? Mirë. U munduat mërë me Genci. Më falni. Jo, as pak. Kini bërë shumë për të. U jam mirënjohës. Fëmi, hypni në makinë. Do ta gëm gjithmonë dita se shkojmë me shoferit të. Genci. Mbrëm nuk më zinte gjumi. Po mbaron filmi dhe nuk e di si do ndahem prej tij. Kisha menduar se do të bëj diçka. Më falni nëse kam hyrë shumë në problemet tuaja, po mua më pëlqen të flas hapur me njerëzit. Miropafshim. Miropafshim, babi. Do vish të më marrësh te Xhirimi, më çosh atje, ha? Mirë. Mos harro. Jo. Po prit, ku shkoni? Ela, Genci. Unë
Do vishemi se do fillojmë nga provat, që kur të vi Xhaxhi regjisorin e t'jemi gati të pare. Drita, e të shojë se shbëhet në dekor, po grindem për rol ata. Po sëri një minutë rahat. Atje po të presim. Se mi me fillim jam unë, do i them vetë ato. Mua nuk ta Drita. Po, unë mos kem rol, do t'i them vetë. Gati jeni ju? Gati. O ta Drita, ta uzun. Pse? Po ta mi morën gjitha fjalët mua. Po ti Genci te kjo pjesë nuk e, se u vrave kur ta arrestuan baban. Hajde me Xhaxhi Lirin ti. Hajde të shohim që nga kamera si do të luajnë shok. Hajde të rregojmë. Hopa. Hajde. Ja, këtu është. Ku e ti? E pa shpejtën kur i soldi gjyshimu. Gjyshimi qalazën e gjetën të plagosur në korin e dushkut. Ju kishte ikur Gjermanëve. Sa të shërojnë plag të riktuaj, pasaj do i ke partizanët. Po pse është mbyllu me drym? Ku e qënë? Këtu brënda është? Aha. Çikoli, o çikoli. Po së mos ziti çikoli, të gjithë në fshat thonë se do t'ja marrin me Akunteli. Plumbat e Xhaxhikolit, të mençurit e Xhaxhikolit. Stop. Shumë mirë ishte. Mirë, po. Mjafton ky lumbël. Vëllove në mblidhi ti mami, prandaj së rëmbrëm. S'ka gjë birja të rdi mami. Genci! A më Genci të rdi mami? Si e Liliana, mirë? Po ju, që bëjnë këta? Qas bëjnë të s'kan të numëruar qapkëllëgjet e tyre. Po vjen fundi dhe gjithnjë do i kujtoj me mall. Fëmi, hypni në makinë shpejt. Jo mami, mos ikem nëse do vi dhe papi të më marr. Ashtu më tha. Sa është ora? Sa është ora? Ikim gjithë bashkë. Më sa bësi, më Agron, vazhdoni punën. Provat e detaleve dalin në rregull. Kujtim. Këto në rregull janë. Po ti si? Mirë. Çfarë flet more? Bredh fëmia poshtë e lartë, sa të njërit e tjetrit. Dhe ti më thua mirë. Ti kujton se unë e kam të lehtë të gjendje. Po çfarë atëherë? Se dresmur? Gjepura. Po të vazhdoni kështu, si do t'i përgjigjesh djalit kur të rritet? Ai do të çuditet me këto arsyetimet e tua. Dhe gjë kujtim. Kur nuk është vonë për të vendosur diçka. Vajtok me të një dashuri, Gëzimin të përcjelli, në rrugë me mirasi. Alo. Babi, ti je? Mirë. Po ti si je? Po, vetëm jam. Babi, unë kam veshur atë, gjupin tënd. Matë të qerekshin. Kam. Di, po s'me lë mami të ndese, ka frikë se mos ligjem. Alo, qëfar? Mami? Mami ka shkruar nga ti të ita, babi. Që të zërën, babi, që? Mirë, i Ramun. Genci. Alo, mami. Alo, babi. Pri, se eri, mami. Mami, babi.
tek unë bështetu ti. Dhe dora mbi fëmijë, Si mbi të ardhme në topu në hy. Si zosh me ditë rima, Lodrojnë voglushet në shtëpi. për të dritare thave, Një djel, një jetë, një karaktersi. Me dashurin e madhe si vetë, që rritet në qiellin fare. Me ëndra me jetë, kërkuar të ditë, një dallgë plotërit jemi ne. Me dashurin e madhe si vetë, që rritet në qiellin fare. Me ëndra me jetë, kërkuar të ditë, një dallgë plotërit jemi ne.